Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, Ipek Home, Kabashi 2, Fortesa, Industria. Shikues të respektuar të produktit të kompanisë HDO, podcastit Tonight, sonte po takohemi përsëri natyrisht në këtë të mërkurë në orën 21. Kam kënaqësi ta kem në studio një personazh të jashtëzakonshëm, e them me plot bindje se do të pajtoheni me mua kur ta them, një lider i super i suksesshëm, një vizionar i pashoq, një rocker mbi gjitha, basketbollist e çka jo tjetër. Sigurisht tashmë e dini për çfarë kam fjalën, është fjala për nishin e Prizrenit, kryetarin Shaqir Totaj. Zoti Totaj, mirë se erdhët, kam kënaqësi t'ju kem në Tonight sonte. Mirë se ju gjeta, ju falenderoj për ftesën dhe me thonë drejtën po më duket pak një ambient më interesant se jo i zakonshëm krahasim ato që kum pa deri më tani. Faleminderit shumë, është kënaqësi me të vërtet. T'ju kemi se unë e di krejt përgjigjet çka mundesh më na i dhon në mënyrën e juaj, se tashmë e dimat frymën e juaj se keni mbi 3 vjet e gjysmë që jeni në mandatin tuaj të parë. Po s'u bën shumë i sigurt. Jo se s'bën kur e nënçmon kundërshtarin gjithmonë e hub lojën. Kryetar, filloj prej rock and rollit. Cili është momenti më rock and roll që keni përjetuar gjatë mandatit tuaj si kryetar? Pa shikoni, kjo mandat nuk është shumë i gjatë, krahasim me kohën prej unë kom filluar me ndëgju rock and roll. Mirë po konsideroj që mas i pyeta si momenti rock and rollit për gjatë mandatit, rasti kur kemi filluar me Rock and Blues festivalin për herë të parë, edhe është bë hapja solemne me një skenë gjigante, me mysafir, me bende nga Europa, edhe që ka qenë një moment kushtimisht më thonë moment kthese për rock and roll në Prizren, po edhe për mua për shkak se atë ide kom pas moti, edhe më në fund të kriju në kushtet që me realizu. Tu mi falemnderu gjithë që kanë kontribu, po mas shumë të publikun që kanë orë më në pa, dhe mendoj që ka fillu një kushtimisht me thonë një epokë e re. Nashta jo një epokë e re, po një hap i ri, i cili me kalimin e kohës po shndrohet në traditë, edhe si vjet që mo viti i tretë që po organizoj Rock and Blues festivalin, kjo traditë do të vazhdon dhe do të shndrohet në rregull, kisha me thonë. Absolutisht. Me 11, 12 dhe 13 korrike kemi edicionin e tretë të festivalit Rock and Blues në Prizren, që është i jashtëzakonshëm, e kemi pas shumë herë dhe pikrisht jemi këtu ku e xhirojmë edhe podcastin, shumë afër jemi në skenën e madhe të që do të jetë si vjet, do të ketë risi të jashtëzakonshme. Javën e kaluar e kishim edhe drejtorin e festivalit që na dha shumë informacione, po kryetar, momenti më rock and roll në aspektin e menaxhimit të Prizrenit. Momenti më rock and roll në aspektin e menaxhimit të Prizrenit nuk muj me nda veç një moment. Mirë po muj me thonë që viti i parë nashta jo, për shkak se vitin e parë nuk ka dash pak kohë për mu njoftu me mënyrën se çush funksionon qeverisja lokale. Në vit dytë, realisht kemi punu punë serioze, po viti i tretë, domthonë viti 2024 ka qenë, le të themi ton viti rock and roll, për shkak se shumë projekte serioze janë përfundu, janë realizu, indikator të relevant të performancës, si financiar, ashtu edhe jo financiar, tregojnë një performancë mbi mesatare në për shumë të mirë të komunës së Prizrenit, e gjithë kjo duke i falemnderuar punës ekipore që na e kemi. Prandaj konsideroj që ajo është një cikël i rock and rollit i cili po vazhdon, edhe ata që e dinë çka është rock and rolli, e dinë që nuk është vetëm muzikë, e dinë që është mënyra të mendumit, e dinë që është kulturë, e dinë që është mënyra të jetumit, po mbi të gjitha vlera e rock and rollit është ajo fuqia lëvizse që rock and rolli e ka, që i lëviz proceset, i lëviz gjonat që shkojnë për te muzike. Kryetar, a ka një këngë për shembull rock që e kishit përdor për këtë mandat si himn? Edhe pse? Po shikoni, ka shumë këngë rock të cilat nashta ilustrojnë mënyrën e qeverisjes. Mirë po unë po du me marr një shembull, një këngë të bandit të minjohur gjerman Scorpions, kënga quhet Big City Nights. Pse bashkë kjo këngë? Për shkak se Prizreni ka dalë përshëndrohet në Big City.
Nashta jo për ka mallësia, po për ka pesha specifike, për ka kultura, për ka civilizimi, për ka tradita, edhe kjo këngë e ilustron atë kulturën apo vlerën e shtuar që Prizrenit po i shtohet çdo ditë nga shumë aktivitete kulturore, të cilat një pjesë e tyre sponsorizohet nga komuna, një pjesë e tyre organizohet nga organizata jo qeveritare, po gjithsesi Prizreni me atraktivitetin e vet, me vlerat e trashëguara kulturore historike, me angazhimin që po e bën qytetarët, po i kthehet një sharm, shtesë edhe po bëhet sikur që thot konga e Skorpionsit Big City Nights. Këngë shumë e madhe. Ja, zakonisht. Edhe zgjedhje e mirë kryetar. Zgjedhje e mirë shumë i përfshin gjithë ato që kishim pas mundësi me pa Prizrenin. A bile për rock and roll nuk gabojmë. Nuk diskutoj, je krye rockeri i Prizrenit, normal. Kryetar, jeni një figurë që kombinoni shumë botna. E thashtë edhe në hyrjet e emisionit. Si e mendoni, që mendojnë qytetarët? Ndonjëherë gjona edhe para gjykimit që thonë kryetari do të jetë serioz, jo rocker. Po këtu duhet me shpjegu se me qenë serioz edhe me qenë formal janë dy nivele. Unë jam drejtori i komunikimit jo formal, që në asnjë mënyrë nuk do të thotë se nuk jam serioz. Serioz maksimalisht, mirë po jo formal, i relaksu, sepse konsideroj që kjo mënyrë e komunikimit njerëzit me cilët komunikoni bën mundi mirë, edhe nga bashkëbiseduesit e nxjerr maksimumin e kreativitetit edhe origjinalitetit tyne, prandaj edhe zbatoj këto deri më tani ka pas sukses në shumicën absolute të rasteve. Prandaj jemi serioz, mirë po jemi edhe jo formal, sepse kështu e kemi stilin. Stili është shumë manaci, edhe konsideroj kryetar që i funksionon mas mirë. Realisht funksionon mas mirë. Deri më tani na e kemi pa që në qeverisin lokale të paktën ka funksionu. Mirë po ka funksionu edhe ma herët kur kam punu në administratat timore të Kosovës, edhe kur kam qenë kryetari i klubit basketbollit, edhe kur kam qenë nën kryetari i Federatës basketbollit, ka funksionu edhe është konfirmu si metoda e duhur, si stil i veçantë i leadershipit, i cili tashmë po jep rezultate edhe në qeverisje lokale. Prizreni është qytet i kulturës edhe i historisë. Si e shihni Prizrenin përtej protokollit? Prizrenin tuaj personal. Prizreni është një qytet i cili ngërthen në veti shumë vlera. Jo në ato vlerat standarde, domethënë të trashëguara, kulturore, historike, vlera e veçantë është diverziteti, vlera e veçantë është multietniciteti, vlera e veçantë është kultura, shumëllojshmëria e kulturave, sporti, traditat, zanati, biznisi, shumë gjëra tjera. Pastaj është një qytet i cili për ka pesha specifike e te kalon kufinë e Kosovës, bile te kalon edhe kufit kombëtar, kurse Prizreni personal për mua është një qytet i cili ma ka mundësu me arrit maksimumin çdo aspekt. Këtu kam lind, këtu jam rrit, këtu kam fillu karrierën si basketbollist, këtu pjë marr ka pak me biznes para lufte, mas lufte karrierën në shërbim publik, edhe më thonë drejtën se Prizreni ka kritere shumë strikte për vlerësim. Edhe din me dallu të mirën prej të keqes, edhe din me qenë mirënjohës për kontributin që ja jep secili individ, po nikosisht din me qenë edhe ndëshkues për ata të cilët e kesh përdorin besimin apo kanë agjendat mshefta, të cilat agjendat mshefta definitivisht demaskohen herë dhe kurdo. Është pa diskutueshme. Momentin që fillon me mendu i devijum, do të devijoj çdo plan, ajo nuk diskutohet. Po kryetar, na shohim që me të vërtet puna e kryetarit është me presion të madh. A keni vend ku mundesh më shku me marr frymë Prizren ndonjë qoshe ku nuk është broshura turistike, po për ty ka domethënie? Shikoni, një prej aftësive të liderave që i dallon prej atyre që nuk janë lidera, apo janë standard, është mundësia e kontrollimit të reagimeve kur janë në ndikim të presionit. Domethënë menaxhimi i stresit. Emocionet nuk mund të kontrollohen, mirë po reagimet mund të kontrollohen. Edhe një lider që ka aftësi me kontrollu reagimet e veta, ai është lider. Për këtë veprim, shumë më tepër kanë njerëzit rëndësi me cilë rrinë se sa vendi apo qoshi. Domethënë faktori njeri, rrethi shoqëror, personat me cilët njihesh, me ata ku do të shkon, edhe në veten mirë. Cilin do të qosh të shkojmë, cilin do kanë të shkojmë, jemi ata që jemi, edhe me komunikimin jo formal, me humorin e lehtë, besoj që realizohet ajo që është e rëndësishme, ajo është lirimi i energjisë negative,
edhe rigjenerimi i energjisë pozitive për të vazhduar pastaj me kontribut në gjitha lamit me të cilat një kryetar i komunës duhet mirë. Absolutisht. Si ish basketbolist, ish pjesëtar nën kryetar i Federatës së Basketbollit të Republikës Kosovës, si e runi balancin mes adrenalizës basketbollit dhe presionit të zyrës kryetarit? A ka një paralele që mes lojës në parket dhe strategjisë politike? Pa ka, unë shumë shpesh e përdori këtë logjikën e trajnerave të sportit në leadership në komunën e Prishtinës. Sepse shumë gjana me një farë mënyre e plotësojnë njëna tjetrën edhe e definojnë njëna tjetrën. Edhe në sport është shumë e rëndësishme me pas një punë ekipore. Në sport është shumë e rëndësishme një lojtar me luajtë për ekipin e jo një ekip për lojtare. E njëjta gjë është balancimi në leadership edhe në qeverisje lokale. Një lojtar apo një akter luan për ekipin. Do të thonë e jo ekipi për atë lojtarin. Në këtë kontekst, po do të thonë me ngrit pak nivel tjetër, një kryetar për qytetin e jo një qytet për kryetarin. Balanci gjithsesi ekziston edhe gjendet në mënyrë automatike vetvetivu. Nëse njëri merr vendime racionale, i pa ngarkuar, pa agjendat mshefta, balanci vetvetiu krijohet. Edhe balanci krijohet zakonisht në një farë proporcioni racional i cili e mundson edhe punën konstruktive e kreative, po e mundson edhe kohën e lirë, e mundson edhe kohën me familje, sepse për gjitha ka kohë, në qofse din me planifiku kohën dhe në qofse din me caktu prioritetet për me mujt me realizu objektivat si profesionale, si personale, si sociale, si gjitha të cilat ja përcakton vetes. Michael Jordan ka thonë diçka? Michael Jordan ka thonë një thonje të madhe që kom citu në shpesh dhe asnjëherë nuk është e tepërt me citu. Absolutisht. Një lojtar i mirë, një lojë e fiton vetë, po ekipi e fiton kampionatin. Prandaj fokusi është te ekipi e jo te individi. Kush nuk e kupton këto, herët avon i vin pasojat. Sigurisht po. Kryetar, keni bërë shumë gjana gjatë këtij mandatit parë, po them. Se do të flasim pak edhe për vizionin për mandatin e dytë, gjithmonë duke pasur parasysh ambicien për ta vazhduar rrugtimin tuaj të madh që e keni filluar me 4 vjeçoren e parë, edhe për gjërat që kanë mbet pa u kry gjatë mandatit dytë do të përfundojnë, jam i sigurt. Si e frymëzoni komunitetin e trive për me qenë për dhe me qytetin? A besoni se arti dhe sporti janë mënyrat më të mira të aktivizmit qytetar sot? Po pajtohen që arti dhe sporti janë pika shumë të rëndësishme, mirë po një veti që liderat duhet me pas, anglisht thonë lead by example, do të thonë duhesh me udhëheq me shembull personal. Do të thonë një lider i mirë, ato që i thot edhe i zbaton jetën e vet private. Për shkak se rinia kryesisht i kopjojnë veprimet e liderit e nuk i ndëgjojnë shumë fjalët e tij. Në këtë kontekst, unë duke qenë ai që mirën vetë me sport akoma, prapë ndëgjoj rock and roll, kam dëshirë me udhëtu me shëtit. Në anën tjetër shumë shpesh dalim edhe me familje bashkë, me bashortën natyrisht, me djalin, me vajzën. Gjitha këto veprime besoj që triti shohin, edhe e gjojnë një racionalitet, e gjojnë një arsyeshmëri dhe gjojnë një proporcion të përcaktimit kohës për secilin segment të aktiviteteve që duhet më bëni kryetar. Edhe mendoj që është kjo shumë e rëndësishme, po ashtu e rëndësishme është edhe komunikimi jo formal, edhe prekja e temave të cilat të rive mund t'ju interesojnë. Jemi me një botë dinamike, e cila nuk duron shumë shablone, nuk duron shumë formalitet, nuk duron shumë protokoll edhe komunikim strikt, ma tepër e preferon kreativitetin, originalitetin, inovacionin edhe spontanitetin. Edhe një lider i cili nuk i ka këto e ka ma vështirë me depërtu, sidomos të rinia. Konsideroj që kemi një rinje që ka një potencial të jashtëzakonshëm, edhe nëse orientohet drejt, e kemi një talme të garantuar shumë të mirë si qytet, po edhe si komp në përgjithësi. Në përgjithësi, cila është lidhja me qytetarët e komunës Prizrenit? Multidimensional. Jo veç me qytetarët. Nëse mi kim mësua edhe foret. Me banorët e territorit të komunës Prizrenit. Ekziston një lidhshmëri apo një komunikim multidimensional dhe multifunksional. Do të thonë nuk ka bariera, nuk ka shablone, nuk ka paragjykime, komunikojmë në cilën do formë qoftë. Shumë shpesh më lalin në rrugë edhe më pyesin, në shumicën e rasteve nalem edhe folim me ta, ka njëherë s'muj më nalë se s'kam kohë. Mirë, po në përgjithësi, për me konfirmu ato që thash pak ma herët, qytetarët edhe banorët e territorit komunës Prizrenit din me vlerësu punën e mirë, din me vlerësu korrektësinë, din me vlerësu edhe sinqeritetin,
edhe kjo shkon përtej ngjyrimeve politike partijake, që është një pjekuni e elektoratit dhe një pjekuni e qytetarëve në përgjithësi. Edhe mendoj që kjo është një vlerë, edhe konsideroj që një kryetari i komunës, i cilës do qoftë komunë, po sidomos prezent, duhet me pas vizionin përtej ngjyrave politike. Sepse një kryetari i komunës prezent nuk është kryetar veç për ata përfaqësues të një partie politike cila do qoftë ajo, po është kryetari i gjithëve, edhe ashtu duhet mu sjell, edhe ashtu duhet me një veten, për me përfitu simpatin, natyrisht me realizim të projekteve, edhe besoj që kjo është një formulë magjike s'ka, po nëse kish me pas formulë magjike, ajo kish me qenë be yourself, je ai që je. Sa herë tenton mu shit ai që nuk je, herët avon dështon. Kjo është absolute, kryetar, definitivisht. Po çfarë ndjesie keni kur esni rrugët prezencë? Ju vazhdimisht esni vet, dilni vet, pini kafën vet, po mendoj vet në aspektin e truprojave, e gjanave. Po çfarë ndjesie është kur në rrugët e qytetit tuaj i shihni projekte të realizume që janë gjurmë reale? Jo thjesht premtime për projekte që e kanë ndryshuar jetën e qytetarëve. Përse përket truprojeve, bodyguardëve, për të më theksu se mbrojtja më e mirë nga gjithkusht është korrektësia, edhe transparenca, edhe performanca e mirë. Përndryshe, gjithsesi është një ndjenjë e mirë kur e sheh efektin, kur e sheh rezultatin e punës ekipore, edhe kur e din se edhe vetë si i pari në mesin e të barabartëve në atë ekip e ke dhënë një kontribut, e sidomos kur merr komplimente prej njerëzve të cilët nuk të kanë përkrah. Prej njerëzve të cilët kanë luftu dhe ku t'japin komplimente, ajo është një tregues se me të vërtetë është bën një punë serioze, edhe është bën një performancë e cila e ka tërheq vëmendjen. Edhe kjo është një ndjenjë e mirë, por njëkohësisht është edhe burim i energjisë shtesë, e cila të motivon për me vazhdu më tutje në drejtimin e duhur, normal me prioritetet, me punë të cilat në të ardhmen edhe në vijim do të kryen. Kryetar, a ki marrë ndonjë vendim të vështirë, jo si kryetari i Prizrenit, po duke qenë kryetari i Prizrenit, po si mik, si qytetar, si bab? Po vendimet të vështira janë pjesë e punës së përditshme. Mirë, po peshën specifike të atyre vendimeve të vështira e zvoglon apo e lehtëson kur e ki parasysh faktin se janë domosdoshme, janë në harmoni me ligjin, përveç ligjit janë edhe të moralshme, edhe atëherë e din që nuk ka opcion tjetër, nuk ka zgjidhje tjetër. Neve nuk ka dash me marrë vendime dhe me kry punë të njerëz të afërm, të familjarë të afërm, për me zbatu ligjin. Të bashkëpartijakt, disa kanë kuptuar, disa s'kanë kuptuar, mirë, por me kalimin e kohës, këtu është shumë e rëndësishme qasja e të gjithëve me kriteret njëjta. Domethënë mos me bë diferencime, mos me bë dallime, edhe shumica absolute, apo ma vonë dikur edhe gjithë e shohin që nuk ka pas zgjidhje tjetër, edhe pajtohen edhe respektojnë çatë veprim që e ka marrë komuna e Prizrenit apo kryetari i komunës, sepse deshtëm apo s'deshtëm duhet me kriju shtet, duhet me forcu shtetin, duhet me forcu institucionet, me kriju, me kthy besimin e qytetarëve te institucionet, e kjo kthehet veç me punë korrekte, pa përjashtime, pa qasje selektive, po në mënyrë parimore. Keni jetu një kohë edhe studiu natyrisht në Seattle të shtetit Washington, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili është roli i atij qëndrimi atje në jetën tuaj të përditshme? A ju ndjek halo? Po ajo ka qenë një pjesë e veçantë të jetës time, ka qenë një vit akademik në Universitetin e Washingtonit, ku unë kam specializu pikrisht leadershipin edhe menaxhmentin në sektorin publik. Edhe shumë gjona të cilat i kom ditë, i kom rikonfirmu. Po ka pas edhe gjona tjera të cilat i kom mësu. Po atje e kom pa që sa është e rëndësishme me qenë praktik, jo shumë teorik, me pas një qasje praktike, sa është me rëndësi komunikimi mirë, sa është me rëndësi menaxhimi i kohës, edhe sa është me rëndësi me qenë shembull edhe me mënyrën e jetës vetë lideri, jo veç me dhonë fjalë të mira, edhe me dhonë rekomandime të mira, sugjerime të mira, e të njëjtat që nuk i respekton edhe vetë, atëherë është problem. Ai program apo ai vit ka qenë i jashtëzakonshëm edhe shumë gjona i kom regjistruar në një farë mënyre, edhe i zbatoj në mënyrë automatike akoma edhe sot. Është një karakteristikë interesante se ai qytet është i njohur shumë edhe për muzikë të mirë, po edhe për basketbol, kështu që edhe në këtë aspekt social ka pas hapësinë mjaftueshme për me plotësuar ato dy motivet e mia që janë basketbolli edhe rock and rolli. Kur ja shton krejt kësaj edhe një komunitet të nivelit universitar,
në Washington. Domethënë ka qenë një përjetim i veçantë nga i cili vit atje kam mësu shumë. A ju mungon? Me një farë mënyre, ko mas kohë mungon ka njerë, mirë po fatmirësisht kom pas rastin edhe pas përfundimit studimeve me shku prapë në Amerikë disa herë, me komuniku me ata persona, po edhe me kolegë që kemi qenë grupë bashkë, edhe me një farë mënyre, me një farë nostalgjie, me rikthy kujtimet e asaj kohë kur kemi qenë në Seattle. Po jo vetëm Seattle, por edhe në UC Davis, Kaliforni, edhe pjesa praktike në FMN, Washington DC, ku jem certifiku si ekspert global për menaxhim të performancës administratës tatimore. Shumë e thjesht. E but edhe shulship. Gjanat e perfekte janë thjeshta. Gjanat perfekte nuk janë të komplikune. Sa ma thjesht, aq ma praktike, aq ma funksionale edhe aq ma produktive. Sa ma shumë të komplikon, aq ma pengesë ki me pas në drejtim të realizimit objektive që ja përcakton. Absolutisht. Kryetar, nga qyteti i Nirvanës edhe Pearl-Jamit, po kthehemi edhe një herë te qyteti jonë, se edhe na jena jashtëzakonisht të rëndësishëm, sidomos për jo veç për veti, jena për rajonin e për Evropën, për Ballkanin komplet. Pa diskutim është kjo pjesë. Shihet edhe numri i madh i turistëve që u rrit në këtë 3 vjeçarin e fundit se janë kryetar. Nëse do të kishit 24 orë në dispozicion për me tregu këtë potencialin e Prizrenit, ku e kishit dërgu një mik nga jashtë? Ose një grup miq edhe me konde kishte përfundu natën? Pa shikoni, qofse nisemi prej vlerave të qytetit, definitivisht ja fillojmë prej lidhjes Prizrenit, sepse është një ngjarje historike e cila me një farë mënyrë ka shënuar një epokë të re, fillimin e një epoke të re, edhe ma vonë pjesa tjetër është histori. E pastaj normal që vazhdon me shumë gjëra tjera, me vlera të trashëguara historike, kombëtare, tradicionale, kulturore. Normal që vazhdon edhe me rock and rollin, me një pjesë të historisë kur ka fillu ka vitet 60, apo edhe me basketbolin. Për shembull, mund kujtohet kur Bashkimi i Prizrenit kanë luajtur me Fenerbahçen në vitin 1977 në qendër të qytetit të Prizrenit, ku ka pas teren basketbollit që shumica e njerëzve nuk e dinë as që ka ekzistuar ai teren. Edhe është një farë lidhshmërie në mes të asaj që ka ndodhur edhe asaj që duhet me ndodhur në termen. Ekziston lidhshmërie tipit pasojë shkak. Nëse më pyet më normal, këtu një element rastishëm kohëve të fundit e lunet gjitha këto festivalet që ndodhin prezent. Me fillu prej Dokufestit, prej Autostrada Bienale, prej Rock Festit, prej festivalit teatrave, Zabaku i Prizrenit, Shoshnia e Agimit, Hasi i Han, Flutrat, shumë domethënë festivale që mbulojnë një segment, një dimension të jetës edhe e kompletojnë jetën kulturore në qytet. Po edhe nivelin akademik Prizreni ka pas emra të mëdha që kanë kontribuar edhe në shkencë, edhe në politikë, edhe në kulturë, edhe në përgjithësi, edhe është shumë e rëndësishme me i përmbledh këto me një libër, me rujt, ekzistojnë disa materiale mirë, por nuk janë sistematizuar në mënyrën më të mirë, të mundshme edhe ish dash dikush me u marrë me këto dhe me sistematizojmë. Nëse më pyet, më kon kisha përfunduar mramën, më kon kisha kalu, unë zakonisht e preferoj kohën private edhe momentet më të mira mi kalu me ata njerëz me të cilët punoj edhe arrim sukseset përbashkëta. Për shkak se kjo bën pjesë në atë konceptin e ndërtimit të ekipit, team building. Në momentet private, kur kalon kohë, argëtohesh, momentet mira me njerëz me të cilët punon, afrohesh me ata persona edhe ai afrim në punë, në profesion e rrit obligimin ndaj njëri tjetrit edhe bashkërisht obligimin ndaj komunitetit për me dhënë maksimumin e performancës në mënyrë që qyteti i Prizrenit të ketë ato që meriton. Ajo që meriton Prizreni është më shumë se kaq ku jemi ne sot. Kryetori një person avangard shumë. Si përfundon në politikë valla? Këtë pyetje më kanë bërë shumë njerëz, po na kemi krijuar një stereotip, një klishe për politikën. Unë e konsideroj që politika është një mundësi, një fushë veprim për me kontribu për komunitetin edhe për qytetin. Edhe i rekomandoj njerëzve të mirë, njerëzve profesional, njerëzve me integritet, po stikin për politikës. Po të afrohen në politikë, për shkak se kanë me pa që edhe në politikë ka njerëz profesional, ka njerëz me integritet, ka njerëz parimor, e sa ma shumë të ketë asi njerëz,
aq ma pak zvoglohet hapësina aty në tjerëve. Unë kom përfundu në politikë, mu i më thonë rasisht, ka pas shumë lider të partive tona politike që kanë tentu më ofru në politikë, mirë po i vetëmi person që i kom besu dhe që më ka bind me karizmën e tij është Kadri Veseli. Dhe më ka pyet, më ka thonë, hajde në politikë, kandidat për kryetar të Prezenit. Unë i thash, po mu nuk më duhet politika. Ty nuk duhet dhe politika, po ti duhesh politikës. Tha, a mendon që Prezeni është të funksionu këtë në rregull? I thash, jo. Kjo është mundësia jote, mu kyç, edhe me dhënë kontributin për Prezenin. Edhe s'kom mendu shumë, jam kyç, edhe konsideroj që kom marrë vendim drejt. Dhe ja ku jeni sot kryetar, nishi i administratës, nishi i Prezenit, komunës Prezenit, me shumë rrëthin. Si e shihni Prezenin në Tallmën kryetar? A keni vizionet tuaja personale se si kishit mujt me zhvillu edhe ma shumë? Patjetër se po. Unë e Prezenin në Tallmën e shoh si një qytet që kam ju rrit pesha specifike. Jo vetëm në Kosovë, por në komplet rajonin. Tu marr parasysh faktin se është afër kufinit, tu marr parasysh faktin se është afër autostradës. I kemi afër 3 aeroporte. Prezeni dallohet për një kulturë specifike, për një tolerancë, për një mirëkuptim, për një qetësi, edhe me një leadership të mirë. Ky qytet mund të më mrik shumë. Ju e keni pasur, na e kemi të rikë vëmendjen e faktorit ndërkombëtar pikërisht për shkak të këtyre vlerave që i ka qyteti i Prezenit, për shkak të vlerave të trashëguara kulturore, historike, diversitetit, multietnicitetit, tash edhe punës mirë qeverisjes lokale, edhe konsideroj që me projektet që në Tallmën na tentojmë të realizojmë, infrastrukturore, do të kemi mundësi me tërheq vëmendjen për investitor potencial serioz, që do të hapin vendat punës serioze, ku do të rritet bruto produkti komplet i qytetit, do të ketë më shumë të punësuar, do të ketë më shumë pagesa të tatimeve, të taksave, edhe do të ketë më pak arsye për gjeneratën e re për me lëshu Prezenin edhe më shku në vende të tjera. Edhe në këtë mënyrë, krahas jetës kulturore, krahas sportit, do t'i kthehet Prezenit një peshë specifike, edhe në Tallmën, jo veç kryeqytet kulturor, po edhe administrativ. Inshallah. Se një thonë drejtën Prishtina, dyqysh nuk ma mush mendën fort. Prezeni i ka të veta. I ka do vlera që nuk i ka asë qytet tjetër. Absolutisht. Kryetar, çfarë mendoni, më falni se kemi të bëjmë një figurë të madhe? Fol shlirë. Jo, definitivisht, por do ta kemi dozën e edukatës patjetër. Çfarë mendoni se do të thonë qytetarët pas disa viteve? Ishte një kryetar që përfundojeni fjalin? Po du me tregu diçka që pak njerëzve kom tregu. Në fushat 2021 kanë thirrë disa shokë mi, nuk po jam se i njehni ndoshta. Edhe më kanë thonë që na po dojmë mu taku veç me ty, as një individ tjetër. Më thonë, okej, në rregull. Edhe më kanë thonë, na po dojmë me të përkrah ty si individ, për shkak se mendojmë se ti si individ e meriton mu bo kryetar i Prezenit. Edhe tha, e dojmë prej teje veç një premtim. I thash, më varet çka kërkoni prej meje, tha, na prej teje, tha, presim që ti, nëse bëhesh kryetar, me met çaj shaqa që na të njohëm. Edhe i thash, këto e keni të garantuar. Ato që unë pres më ndodhë dhe besoj që ka më ndodhë është në momentin kur përfundoj mandatin tytin ose për tretin që besoj se kam ambicje. Njerëzit me thonë edhe kur s'ke kryetar dhe kur ke kryetar ke çaj shaqa që një e njohë. Për shkak se në momentin kur fillon me dalë prej vetvetes, kur nuk i mo aq që njerëzit njohin, as performancë s'ki më pas, as punë s'ki më kry. Ki mu tjetërsu. Rujtja, identitetit, integritetit është parakushti themelor që me qenë suksesshëm edhe në performancë, edhe me kontribu maksimalisht për qytetin, edhe me kuptu veten si i pari ndër të barabartit, sepse ekipa e bën punën. Normal që ajo ekipe ka një udhëhec, e qaj i pari ndër të barabartit, në këtë rast është kryetari i komunës. Nëse e kupton ndryshe, edhe sillesh ndryshe, s'ki sukses. Absolutisht. Kryetar, e thonë shumë thonje shumë e bukur se nëna pak më tri, kem nevojë për thonje të këtilla, kështu që duhet më na njeh se jeta është e shkurt për me qenë glamuroz kur s'ke nevojë. Një pyetje të fundit e kam për mbështetjen e miqve. Une i kam miq këtu bashkë me miqtë e mi që realizojmë këtë emision, e kemi Fortesën, e kemi Kaboshi dyshin, e kemi Elemente Betoni, e kemi Industria
Communications, pa cilët nuk realizohet emisioni. Jo që na desim nëse nuk jon këta. Po, kur jon këta, jemi shumë më të fuqishëm. Si e komenton që të qasje të sponsorove që i kemi na mbështetës në emisionin ton, që relativisht është në hapat e parë? Po unë e konsideroj se sponsorët e kanë pa një vlerë edhe kanë pa një mundësi që me dhonë një kontribut për me kriju një emision apo një show pak më të veçantë, pak më ndryshe, edhe përmes rritjes vlerës emisionit edhe shikush më nis, ka më u rrit edhe biznisi i tyre, po më thonë që këta në emna të mëdhaj të biznisit në prezent, për shkak se unë sa kom punu në tatime, i maj men të emna, po me theksu, nështë është më rëndësi që janë tatim pagus korekt. Edhe kjo është hala më rëndësishme, janë tatim pagus korekt, janë bizniset suksesme, e përkrahin një koncept të ri që ka arë prezent, edhe konsideroj që është formula win-win. Edhe ne në TVSH? Definitivisht po. Po, pa diskutim. Kryetar, kisha shumë kënaqësi me të pas në emision. Lam shumë sene se unë e di që je një oqan pa fund, për me diskutu, po mundum pak mi aty me klisheve që me nxjerr një pjesë tjetër të kryetarit Shaqir Totaj, kryetarit Prizrenit, një rocker, një lider super i dëshmuar, ato e kena pa të gjithë, një vizionar që është i pa diskutueshëm, gjona që janë të prekshme, rocker, basketbollist, e çka do tjetër. Ishte me të vërtet shumë kënaqësi që dëgjuam ne këtu dhe dëgjuan shikuesit tonë të Tonight. Po dhe për mua ka interesant një bashkëbisedim ndryshe, për shkak se ka njerëz që nuk më njohin në këtë kontekst, edhe këtë pjesë të personalitetit tem profesional, personal, privat. Kështu që ndoshta është interesante me njoftë dhe me ditë edhe këto gjëra, për shkak se ekziston një lidhshmëri në mes të punës, karakterit, personalitetit edhe hobive të tij. Një njeri që s'ka hobi nuk mund më konë edhe suksese më dhe në punën e vetë. Për shkak se puna profesionale ka njëherë din më konë edhe e lodhshme, edhe duhet një hobi, këtë rast ose basketbolli ose rock'n'rolli, për me u kthy, mu fresku, mu rigeneru, edhe me mush baterijet kushtimisht, me thonë, për me u kthy të nesër me në pra punës profesionale, e kjo është një kombinim ideal, i cili të paktën të na këtu në prezent ka dhënë rezultat. Shumë faleminderit edhe një herë. Kënaqësi e madhe. Madhe. Të respektuar miq që e dëgjuat një intervistë ekskluzive me kryetarin e Prizrenit, zotin Shaqir Totaj, natyrisht i dëgjuam gjitha ato se është jashtëzakonisht i këndshëm edhe në muhabet, është jashtëzakonisht i këndshëm edhe për qytetarët e shohim kom vet, del me familjen e vet pa përcjellje, udhton me bicikletë, nuk u futëm atë muhabet se kanë diskutuar shumë media për atë pjesë, nuk kupton vetëm sa është kryetar, ka udhtu gjithmonë me bicikletë. Qytetarët e Prizrenit e din, por gjithsesi morëm shumë mendime nga i pari i qytetit që do të ketë edhe një mandat tjetër sipas vet zotit Totaj. Na takom javën tjetër me mysafirë të tjerë, do ta kemi një mysafire kryetarën, në fakt presidenten kanë dëshira ta më thonë, të Rotary Club Prizren Makadam javën tjetër, është Valtida Shukriu, me të cilën do të flasim, do ta shoshisim çështjen e Rotarit dhe sfidave e gjithë vizionit që kanë ata dhe parimeve në funksionimin e tyre në distriktin e Prizrenit. Vazhdoni të jeni me ne, mos ndroni kanal sepse ne takohemi javën tjetër. Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, Ipek Home, Kabashi 2, Fortesa, Industria.